je të fal edhe të merë gjumit, hapet goja prej gjumit, ama trunjët është veç të lexu Kur'an. Për shembull, je të thonë etahiyatu lillah edhe të hapet goja. Ti e vendos dorën tënde kështu, për shkak se të ka hap goja, mirë po trunjët e lexon ma tutje etahiyatin. A ban kështu? Mirë është o musliman që kur të merë gjumi edhe të hapet goja, e vendos dorën tënde edhe prit nuk lexon. Kur gja nuk lexon? Veç nalesh, edhe prit derisa të kalon kjo. Kur të kalon kjo, vazhdon me leximin e Kuranit ose duas ose çka e kam të thonë, por shkak se mirë është që gjuha me lëviz me dhikrën që e ban. Kur të lexojsh në vete je të lexu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, është mirë që me lëviz gjuha bashk me surën ose lutjen të cilën je të thonë. Tash e fundit, je të bën një lëvizje, për shembull, je të ra prej këtu, Allahu Akbar, edhe të merr gjumi, bashkë në këtë kohë të merr gjumi, ç'a më bë? A më na lëvizjen, nëse s'ke vazhdu hala më bë lëvizjen, atëre përfundoj marrjen e gjumit, hapjen e gojës, tani bane lëvizjen edhe thuje Allahu Akbar. Mirë po nëse veç ke fillu lëvizjen edhe bashkë në atë kohë ka ardhur hapja e gojës, marrja e gjumit, atëre nuk ka të keqë shka në sejdë ose në ruku, edhe masi ka kalu kjo hapja e gojës e thu Allahu Akbar ose sami Allahu liman hamide. Përfundimisht, nëse dikush e ka bë Allah na fal, mirë është që kur të hapet goja me nal leximin e Kuranit. Paramendohu sikur kur je ti të fal me zah. Të ka marrë gjumi, përfundon leximi aty ku të ka marrë gjumi. Kur të kryhet hapja e gojës, e vazhdon leximin, edhe kjo është normale. Është gjë krejt normale, ka mundësi me ndosë secili në sale. Lutem Allah na zgjidhë na fal.